Allahu Jalla wa Ala thot në ajetin tjetër, Kul limenil ardu wa men fiha, thua ju atyre, e kujt është toka dhe gjithçka në të? E filanit? Po jo, vëllezërit e mi, se edhe para 100 vjetëve dikush pretendon të atë tokën së është e vetja, po sot ka shku në tokë dhe të retet, dhe nuk mund të del edhe një në tokë dhe të thotë se ajo tokë është e imja. Dikush i para 50 viteve thanë që e ka pas në posedimin e ti gjysmën e Dibros. Ku është ai njeri? Ka shku jo vëllezërit e mi dhe nuk kthehet më. Edhe ne do të shkojmë dhe nuk do të kthehemi më, por ne i bëm me dije Allahu te bareke ve teala se toka është pronë e Allahut të madh te bareke ve teala. Allahu Jalla wa Ala thot në ajetin tjetër, Walillahi mirathu samawati wal ard. E Allahut është trashëgimia e qielleve dhe tokës. Tokën edhe qiellin do ta trashëgon Allahu subhanahu wa taala. Në ajetin tjetër kuranor Allahu Jalla wa Ala thot, Kul Man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul arshil azim in kuntum ta'lamun. Thua ju atyre o Muhammed, pronë kujt janë shtatqijet dhe arshi i madh dhe fronti i Zotit Xhellahu Ala, nëse jeni që e dini, i kujt janë o ju vëllezërit e mi shtatqijet? Kush është pronari i tyre? Kush i dirigjon ata? Kush i kontrollon ata? Kush kujdeset për ata? Kush e programoi këtë gjësi? Kush e planifikoi? Kush e dizajnoi këtë qiell dhe këtë tokë? Kush është ai? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. A mos valla ata u krijuan nga hiçi? Apo mos valla ata e krijuan veten e tyre? Kjo e dita nuk mban. Ne nuk e krijuam veten tonë. Pa mos vallë ne u krijuam nga hiçi, vallahi edhe kjo nuk mban. Atë mbetet që dikush i na ka kriju, dikush i na ka dizajnu, dikush i na ka programu. Ai është i madhi Allah te bareke ve teala, nuk ka zot tjetër po Zoti ton. Walhamdulillah.